Kam ca kohë që kam gjetur një metodë shumë eficiente për veten time për të mësuar dhe për të përgatitur për provën. Sepse për fatin tonë të keq, sezoni festave nuk është i vetmi sezon që po afron. Rrugës për në shtëpi ndalova dhe në supermarket bleva ca gjëra se thash sot do mësoj dhe do gatuaj. Siç mund ta merrni me mend, të dy këto janë evenimente që nuk është të ndodhin shpesh. Një dush si zotri dhe jemi gati për të bërë ekstremin. Ja është me komplet, po ky është kosti më i mirë që ekziston. Ju të fshatçes nuk e di çfarë prezencë keni online, por nëse e shikoni këtë video na dërgoni ja 3 fuqime kosti. Burra ime nuk e priste që sot ishte era e dytë në jetën e saj që ajo të ndizej. Tani do thoni ju çfarë do gatuaj ky që po na bën kaq. Sigurisht që një gjë që do e fusësh në furrë do e lësh aty të rijas, ke nevojë ta kontrollosh as qysh as tek. Zonja të supermarketit më tha që kjo pjesa e pulës është e freskët, super e mirë, merre se bëhet kollaj. Marinova me limon, me piper, me hudhër plur, me rigon dhe me këtë borzilok, majdanoz, çfarë është ky? Unë të gatuarit e kam shumë qef. E bëj shumë rrallë për arsye të ndryshme. Në 90% të rasteve thjesht s'kam nerva, s'kam përtoj, kush la nenët, kush bën këtë, kush bën atë. Kush pret 3 orë sa të bëhet ajo për ta ngrënë, do mi uria fare dhe kështu përfundoj duke mos gatuar. Para se të fillojmë të mësojmë, duhet të dëgjojmë çik këngën më të bukur të momentit. Pasi vum gjërat në vijë, erdhi koha të mësuar. Në si fillim leksione duhet i keni të shkarkuara në Word, në PDF, si ti keni chatit ose një website tjetër me të njëjtin funksion. Ti bëni këtë kërkesë. Këtu është pjesa më interesante. Kërkoni të rendisë gjërat kryesore dhe ato më të rëndësishme që mund të bien në. Pastaj pasi ti lexoni për të përsëritur, mund të flisni me chatin me Z tek ky opsioni. Kërkoni t'ju bëj pyetje, ju i jepni përgjigje, ju korrigjoni, ju thot kush është përgjigjës. Moi që kam provuar pafund metoda, kjo është metoda që më fiksoni gjërat më kollaj. Kaq, mos harroni të bëni like dhe follow se veten tuaj tregoni.